Një deklaratë publike e kryeministres italiane Giorgia Meloni ka sjellë në vëmendje marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për ngritjen e qendrave të emigrantëve në Gjadër, duke falendëruar kryeministrin Edi Rama për sqarimin e dhënë pas një vale interpretimesh mediatike. Debati u ndes pas një interviste të ministrit të jashtëm shqiptar Ferit Hoxha, e cila në disa media të huaja u interpretua si sinjal për mundësi ndryshimit të marrëveshjes dypalshe. Këto raportime shkaktuan reagime të shumta politike dhe mediatike, veçanërisht në Itali, duke ngritur pyetje mbi qëndrueshmërinë e projektit. Në deklarimet e tij, Hoxha theksoi se së pari marrëveshja është për 5 vjet dhe nuk jam e sigurt nëse do të ketë zgjatje. Së dyti, nuk do të ketë zgjatje sepse deri atëherë ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Të gjithë kanë bërë të njëjtën llogari, pasi Shqipëria të antarësohet, ky nuk do të jetë më territor ekstraterritorial, por territori i Bashkimit Evropian. Më pas ai sqaroi se komentet e tij ishin keq kuptuar dhe nuk përfaqësonin ndryshim të qendrimit zyrtar të qeverisë shqiptare. Kryeministri Edi Rama reagoi duke ritheksuar se protokolli me Italinë do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia dëshiron një gjë të tillë. Sipas tij, nuk ka asnjë ndryshim në angazhimet e Shqipërisë për zbatimin e marrëveshjes, duke synuar të mbyllë çdo keq interpretim mbi të ardhmen e saj. Menjëherë pas këtij sqarimi, Giorgia Meloni ndau deklaratën e Ramës në rrjetet sociale dhe shoqëroi me një mesazh falendërues të drejtuar kryeministrit shqiptar. Në të njëjtën kohë, Rama u përfshi edhe në një debat publik me gazetarin e Euroactiv Edi lidhur me interpretimin e intervistës së ministrit Hoxha. Në një postim në platformën X, kryeministri nuk e la gazetarin pa përgjigje. I dashur Edi e kuptoi që është argëtuese të krijohet një histori Edi kundër Edit, por këtu realisht nuk ka vend për një gjë të tillë, sepse së pari, unë nuk u ankova për Edin tjetër, dhe së dyti, tani që ti me bujari publikove transkriptin e plot, është krejtësisht e qartë se citimi i shkurtër ishte mjaftueshëm çoroditës që kushdo me një bisedë ideologjik të caktuar ta përdorte sipas dëshirës së vet. Por sinqerisht, as pak hatërmbetje, njëri Edi duhet të bëjë atë që dëshiron dhe Edi tjetër duhet ta durojë atë. Në fund të fundit, thelbi mbetet i pandryshuar. Çfarë Italia kërkon nga Shqipëria, Italia e merr nga Shqipëria, shkruan kryeministri Edi Rama.